Radio 1 ju prezanton ciklin e temave Mos u trishto. Ndalu me mua. Mos ri i trishtuar se dje provove pikëllimin, por s'të solli dobi. Yt birë përsëriti vitin e ti u brengose dhe ule kokën pran hallëve. A ndryshove gjendjen me hidhërimin që mbajte? Të vdiq prindi, mbete pa baba, i shqetësuar derdhe lotët pa ju ndalur. Mos val loti yt e ngjalli përsëri në këtë dynja. Humbe në tregti pasurin, rrije i lodhur dhe ushqeje mërzin. Ky qëndrimi yti, ati shëndroj humbjet në fitim. Mos u pikëllo, se kështu dëshpërove kur të goditi një fatkeqësi, e nga një u bën dy. U hidhrove dhe përjetove rastet e rënda nga skamja, por s'u bëre i pasur. Mbete me ofshamët dhe mlefet e kota. U preke nga fjalët e armikut tënd dhe e ndihmove edhe më tepër të flasë kundër teje. U shqetësove nga një ngjarje që mendoje se do të ndodhë, por ajo s'u bë. Mos u pikëllo se edhe në pallatin mbretëror, si kur t'jetosh, nuk do t'a gjesh rehatin dhe kënaqësinë shpirtërore. Edhe nëse ke pasuri të madhe, i njohur je me famë, e kotë është kjo për ty, se vuajtjet ta humbën shpresën që të mbante gjallë. Mos u pikëllo, se pikëllimi ujin e ëmbël e të ftohtë ta bën të idht e të ngrohtë. Trëndafilin e shndron në ferr, kopshtin në thatësi të shkret dhe jetën në burg të rrept. Mos u pikëllo përderisa ke fenë islame që në të beson. Ke shtëpinë që në të banon, ke ushqimin që me të jeton, ke ujin e ftohtë që etjen kalon, ke teshat mira që trupin mbulon, ke grua të ndershme që shpirtin ta qetëson. Përse pra pikëllimin se të bon? Mirësia dhe begatia e dhembjes. Nuk janë dhimbjet gjithmonë të urryera dhe ato që sjellin gjithmonë mjerime e të këqija. Ndodh nga një herë që robi të jetojë në dhimbje e të ketë dobi. Me të vërtet, lutja e nxehtë vjen me dhimbjet. Adhurim të vërtet sheh atëherë kur të shoqëron dhimbje. Dhimbjet e nxënësit në kohën e lypjes së diturisë dhe arritjes së saj, durimi të vështirësive të rrepta gjatë kohës së përpjekjeve, bëjnë që ai ta korrë frytin e famës, si një dietar i fortë e i rrallë, nga se u dogj në fillim e ndriçoi në mbari. Dhimbjet e poetit dhe vuajtjet e tij kur nëpërmjet rreshtave të thurur i thotë, prodhojnë një kulturë të bujshme. Gjithashtu edhe vuajtjet e një shkrimtari nxjerrin vepra të gjalla, e tërheqëse që janë të mbushura plot këshilla e shembuj, mësime e përkujtime. Nxënësi që jetoi pa fije shqetësimi dhe aktiviteti pranë bankave, e as që e lodhi trurin pranë librave, mbetet gjithmonë marginal, përtac dhe i panjohur. Po ashtu edhe një poet i cili nuk njohu dhimbjet, e as u shijoi idhtësinë, vetëm se humb kohën në poezitë e tij, se fjalët i mbeten shumë të lira si një zbrazthir e fluskave të shkumës së detit, që në fund humbin dhe shuhen. Mbeten të tilla se fjalët nuk dolën nga muskujt e zemrës, por vetëm nga maja e gjuhës. Shembull më të lartë dhe të ngritur kemi jetën e besimtarëve të parë, të cilët e përjetuan mëngjesin e misionit, rilindjen e umetit, fillimin e shpalljes. Ata që kishin besimin më të madh, zemrat pastra, fjalë të vërteta dhe dituri të thella, ishin të tillë nga se përjetuan dhimbjet dhe vuajtjet më të vështira. Uri, skamje e varfëri, dëbim, përbuzje, dhimbje, ndarje e izolim. Ata përjetuan ndarje zemrësh, largim ëndjesh, dhimbje plagësh, vrasje, dhunë e masakrime. Por përsëri mbeten më të vërtet shembuj legjendar. Pakice zgjedh, shembëltyre pastërtisë, simbole të virtyteve të larta, sakrifikues të mëdhenj. Nuk ishte me vend për banorët e Medinës, e as për atyre që ishin rreth tyre nga beduinët, të ngelin pa shkuar pas të dërguarit të Allahut, e as si kursejnë vetët e tyre ndaj vetes tij, pejgamberit. Nuk ishte me vend nga se ata si godet as etja, as lodhja, as uria kur janë në rrugën e Allahut, dhe nuk shkelin ndonjë vend
që i hidhëron jo besimtarët dhe nuk arrin kundër armikut çka do qoftë, vetëm se të gjitha ato do t'u evidentohen si vepër e mirë. Allahu s'u humb shpërblimin vepër mirëve. Në jetën e kësaj bote hasim në njerëz të cilët në momentin më të vështirë dhanë rezultatet më të shkëlqyeshme. Nga shkaqet e dhimbjeve të rënda, njëri nga ata ishte poeti En Nabiga, i cili që kërcënuar me vdekje nga mbreti Numan ibn Mundhir, gjë që e shtyu të thurë të këtë poezi. Ti je si dielli e mbretrit si yjet, po u shfaqe para tyre, gjurmë yjesh nuk shihen. Dhe si shembulli i këtij kemi shumë të tjerë të cilët u dalluan në jetën e kësaj bote për shkak të dhimbjeve. Atëhere pra mos u frikso nga dhimbjet e as nga vuajtjet, se ndoshta është fuqi për ty dhe kënaqësi deri në një kohë të caktuar, nga se nëse jeton zëmërcoptuar e shpirtdjegur, je më i butë, më i mprehtë, më i ndjeshëm se sa të jetosh i pa interesuar dhe shpirt ngushtë. Por Allahu nuk e pëlqeu ngritjen e tyre, ndaj i mbrapsi dhe u është thënë: rrini me të paaftët. Këtu po të kujtoj luftëtarin dhe poetin islam që jetoi në dhimbje, vuajtje e ndarje. Këto fjalë i tha në momentin e frymës fundit. Ai është Malik ibn Erreib. Duke dhënë frymë, ai tha këto fjalë: a nuk më pe kur dhash të humburën e mora të drejtën? Ju bashkangjita ushtrisë e Ibn Afanit dhe eca të përpjetën? Ah, sa e mirë ish ajo ditë kur me dëshirë lash vendin, mallin dhe fëmijët. Qëllim pata shehadetin dhe të mirat e Allahut t'i arri. Shokët e mi të rrugës, ndaluni, se vdekjen e shoh si më troket. Ndoshta tash përfundoj, apo ca ditë këtu kam me mbet. Me mua një ditë apo ca ditë që ndroni e mos shpejtoni, se duart tuaja nga trupi im i coptuar shpejt do t'i liron. Me majat e shigjetës që luftova, varrin tim ma qelni. Një skaj të gjybes shkoqeni, e syt hapur mos mi leni. Mos ma bëni varrin e ngusht në këtë tokë të gjerë. Shtëpi tokën në fund ne kemi, të gjithë do të na nxjerr. Deri në fund të zërit që heri ndalej e i ndërpritej, nxireshin këto fjalë. Me nxjerrjen e dhimbjes së shpirtit dhe me lotë ofshama, mbetën fjalë të fundit për të gjithë ata që do t'i lexojnë si një vulkan që lë gjurmët e tij të pazhdukshme. Këshillat, ligjëratat, fjalët që rrjedhin me flak zemre, arrin dhe zën vend në brendësinë e saj. Notojnë në thellësitë e shpirtit, nga se ai që i flet i jeton ato dhimbje përvëllime. Shpesh kam lexuar vepra të ndryshme në temat shkencore islame, posaçërisht në temat që të ngjallin shpirtin, por se kam gjetur në fjalët e tyre atë fuqi që të dridh dhe të rënqeth, për shkak se janë shkruar nga të palodhurit dhe të pamundurit, që vetëm dorën dhe gojen kanë lëvizur, se brendin e kam patur larg asaj që ka shqiptuar gjuha. Flisnin me gojë atë që se kishin në zemra. Nëse dëshiron të ndikosh me fjalën dhe poezitë tua, mos fol e as mos shkruaj, por pos ato raste e ngjarje që të kanë djegur. Nëse nuk e di se që nxehtësi ka flaka e zjarrt, mos u mundo t'ua tregosh të tjerëve, se nuk do të ndikosh tek ata. Le të jetë fjala jote ajo që do të ngjallë ndjenjat e njerëzve, si uji që ngjall tokën pas thatësisë. E kur ne ja lëshojmë asaj ujin, ajo gjallërohet, shtohet dhe nga të gjitha llojet rrit bimë të ndryshme. Dobia e diturisë. Ignoranca është vdekja e ndërgjegjes dhe zhdukja e jetës. Unë të këshilloj të mos bëhesh nga ignorantët. Dituria është dritë për t'i dëshmuar dhe njohur të vërtetat, e cila të jep gjallëri në shpirt. Vallë, a është ai që qej vdekur kurse ne ngjallëm dhe i dham dritë me të cilën ecën në mes të njerëzve? Si ai që ka mbetur në errësira dhe s'mund të shpëtojë nga ato? Lumturia dhe zgjerimi i kraharorit vjen me lypjen e diturisë. Ajo ekziston e nëse dëshiron ta gjesh, përpiqu dhe kërkoje.
se dituria të zhvillon trurin dhe të bën të kuptosh atë që ishte e panjohur për ty. Dituria të jep zgjuarsi të zbulosh të mbuluarën dhe të fshehurën. Kur nje dhe zbulon të panjohurat, bëhesh aktiv dhe përpiqesh të shikosh gjithnjë e më larg. Kurse ignoranca është mërzi e pikëllim. S'të ndryshon diçka në jetë. Jeta jote qëndron në vend dhe i ngjan ujit që nuk rrjedh. E djeshmja si e sotmja si e nesërmja. Nëse dëshiron të jesh i lumtur në këtë botë, kërkoje diturinë dhe orvatu të mbledhësh njohuri mbi gjërat që të sjellin dobi. Atëherë do të largohen mendimet e kota që ta lodhin trurin. Dhe thuaj: O Zoti im, më shto diturinë. Lexo me emrin e Zotit tënd, i cili krijoi çdo gjë. Asnjëri mos krenohet me pasurinë që ka, se edhe po pati sa kodra e Uhudit, ai mbetet ignorant dhe në dituri është zero. Jeta e tij mbetet e zbrazur dhe e paplotësuar. A është i njëjtë ai që e di se ajo që t'u shpall nga Zoti yt është e vërtetë, si ai që është i verbër? Sa e lartë dhe e shtrenjtë është dituria, sa mirë freskohet gjoksi me freskinë e saj, dhe sa shpejt ja çel truri derën kur ajo i troket. A është i njëjtë ai që është i mbështetur në argument të qartë prej Zotit vet, si ai të cilit i janë hijeshuar veprat e tij të këqija e që ndjek epshet e veta?